Përshëndetje të dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbuna. Receta sot është thjerza. Pra është një recetë shumë e thjeshtë që përgatitet në shumë pak minuta dhe është një ndër recetat më të shëndetshme. Pra thjerzën ngjyrë kafe është një ndër thjerzat që është më e përdorshmja, mund të përdorim edhe thjerzën ngjyrë të zezë, edhe portokalle edhe të kuqe, por thjerza ngjyrë kafe është më e përdorshmja. Thjerza është një ushqim shumë i shëndetshëm që mund ta përdori edhe kush merret në fitness. Pra, sepse ka shumë vlera ushqyese. Për përgatitjen e recetës për sot kemi zgjedhur 200 gram thjerza, një spec jeshil, një spec të kuq, një qep, një kokër domate, një karot, 2 thelbi hudre, por gjithmonë thelbit të hudrës thonë janë të vegjël, prandaj ka më shumë, një gjethe dafine, vaj, piper, krip. Puna e parë, veprojmë në këtë mënyrë. Marrim thjerzën, e kemi pastruar, pra gjithmonë para gatimit do ta kontrollojmë një dhe nga një. Ne e kemi kontrolluar sot, e kemi pastruar, pra do të shpërndajmë në ujë të bolshëm. Ne e kemi hedhur te kulluesja në mënyrë, po të kishim ne do ta shpëlojmë 2-3 herë. Por ne të kulluesja do ta hedhim derisa ta shikojmë që është shpëlar, pra nuk ka asnjë gjë. Dhe unë gjithmonë kam qef që t'jap edhe një val. Kam vendosur ujtë në zjarr, sasia ujit nuk ka mas, sepse është bazë të sasisë e thjerzave, sepse ujtë të djerët, pra. Vetëm një val do t'ja japim. Mundesh edhe mos t'ja japësh, por unë kam pak si me fiksim këtë gjë, e kam marak dhe gjithmonë një jep një val. Pra, sa ta shikosh që duli vala e parë, do ta heqësh nga zjarri, do ta kullosh në kulluese dhe është e gati për përgatitjen e recetës. Për përgatitjen e kësaj recetas, pra kemi thënë janë 200 gram thjerza, ne do hedhim 4 lugë vaj, sepse do ta bëjmë në formë gjellë, që të hahet me lugë, pra. Sepse janë po gatojmë për 4 persona. Gjithmonë vaj ullivi. Dhe ne sot do ta gatojmë në tenxhere presioni, por thjerza gatuhet shumë mirë edhe në tenxhere zakonshme. Por ne për më shpejt mund ta përdorim, por koha e zgjerrjes në tenxhere me presion është më e shkurtë. Prandaj edhe e kemi zgjedhur. Tani bëjmë ngrirjen e qepës. Ngrirja e qepës është me kubik. Pra thjerzat po valoj, i heqim direkt nga zjarri, i kullojmë tek kulluesja që kam.
kemi thënë edhe hedhja e pirit edhe të gjitha erëzat është sipas dëshirës, po ne do ta hedhim pak që ta marrin shijen pra. Unë ju sugjeroj që t'ja hedhni edhe pak spec të kuq po deshet, por ne sot e kemi bërë me domate, prandaj nuk po ja hedh, por edhe pse t'jen domate, apo t'ja hedhësh specin, nuk i prish asnjë punë. Mjafton, është gati, nikosisht t'jap edhe një këshill. Thjerza do në ujë të ngrohtë pra, kur ta zinë. Ne kemi vendosur sasinë e ujit tek tenxhera këtu, është ngrohur siç e shikoni. Tani do të bëjmë vjedhjen e ujit tek thjerza. Pra kemi hedhur ujë, tani do të bëjmë edhe hedhjen e gjetës së dafinës pra. Të dashur miqtë e mi, minuta që duhen për të zyrë kjo recetë është 15 deri 20 minuta në tenxherë me presion. Kurse në tenxherë normale është për 30 minuta. Dhe do ta shikojmë. Kam 15 deri 20 minuta, ne do ta lëm 17 minuta. Pra pas 17 minutash, edhe gatimi unë ka përfunduar. Aroma është shumë e mirë. Pra thjerzat nuk janë hapur, kanë rujtë po atë formën e vetë. Në qoftë se doni t'ja u trashni langën, do t'i lëni edhe për 5 minuta të tjera me kapak të hapur. Në qoftë se doni kështu të langshme, mund të servirni kështu siç janë. Hedhim edhe pak majdanoz, pra si jep shije. Pra të dashur miqtë e mi, kjo është receta për sot, një recetë shumë e shijshme, me plot vlera ushqyese dhe shumë e shëndetshme. Duke ju falendëruar shumë për ndjekjen që më bët, ju uroj një ditë të bukur, mos harroni të bëni subscribe të kanalit im. Shihemi së shpejti në videon e radhës.